nikajasit e parë për të shtruar në banorët e atij qyteti, ja ku kemi dhe kodrën e Bylisit, 1,5 kilometër që këtu, nga Nikaja, banorët e parë u nisën sepse kodra e rrethuar me mure dhe fortifikuar, një vendbanimi shekullit të 8 të 7 të periudhës paraQytetare, kishte një sipërfaqe prej 18 hektarësh. Dhe deri në shekullin e 5, kjo sipërfaqe nga pikpamja urbanistike nuk mund të mbante më popullsinë, e cila nga pikpamja demografike ishte rritur. Dhe atëherë nikajasit menduan që të ngrenë një vendbanim tjetër më të përshtatshëm dhe zgjodhen kodrën e Bylisit. Kemi një dukuri të çuditshme të një dy qytetshi. Porta e Nikajës. Ne mund të vijojmë, shohim blloqet e gurëve antik, blloqeve të gurëve. Po, porta e Nikajës. Nikaja nuk ka pas shumë porta. Kjo është porta perëndimore e saj, një nga hyrjet kryesore të qytetit. Murët qarkojnë kodrën, syprinën e kodrës dhe vende janë të shembur, të cilët do t'i shohim dhe nga kamera jonë. Gërmimet arkeologjike filluan në vitin 1971 në Nikaja dhe një rol kryesor ka arkeologu dhe restauratori Lazar Papajani, i cili deri në vitin 1976 kreu disa fushata gërmimesh ku zbuloi një pjesë të mureve rrethuese, zbuloi mbetje arkeologjike, kolona, kapitele, tjegulla, tulla, amfora, keramik, por një teatr të vogël në formën e Odeonit Apollonis, nëse Odeoni Apollonis mban 400-500 vende, teatri i Nikajës ishte pak më i madh, sa i mbante deri në 700 në 1000 shikues. Zbuloi një tempull, disa godina dhe mbetjet e një stadiumi të ngjashëm me stadiumin e Bylisit. Çka tregonte që dhe Nikaja kishte një shkallë të lartë qytetërimi. Por edhe pas zhvillimit të Bylisit, Nikaja e ka ruajtur formën e saj si qytet, ka funksionuar më vete, dikushi, profesor Selim Islami ka idenë që ka funksionuar si dy qytetësh me të njëjtën administrat, por Lazar Babajani gjeti në rrënojat e teatrit mbi shkrime që lejonin dhënien e qytetarisë në Nikaja. Nëse Bylisi u zgjerua në një sipërfaqe prej 30 hektarë dhe kishte nevojë për qytetar, Nikaja nuk e lejonte dhënien e qytetarisë, ka qenë shumë e ngurtë. Është si ajo forma e pasaportizimit të dikurshëm. Kalonin banorët e rrethinave për të shitur prodhimet e tyre bujqësore dhe blegtorale, shkonin në agoran e qytetit ku ndodhej tregu për t'i këmbyer ato me prodhime zejtare, jo vetëm të vendit, por dhe prodhime që vinin nga Apollonia, nga bota italike dhe ajo greke. Edhe këtu janë gjetur një sër monedash. Edhe Nikaja ka pas të njëjtën specifik si Bylisi për t'u identifikuar. Dhe hipotetik ka mbetur dhe emri deri tani Nikaja, sepse qyteti nuk ka pasur një monedhë të vetën, por ka përdorur ato të koinonit Bylin. Megjithatë, neve do të ecim më tej dhe do të shohim disa nga monumentet kryesore të qytetit. Tashti jemi në zemër të qytetit, nëse mund ta quajmë kështu, pasi kemi një nga institucionet e rëndësishme të kohës të tij, që është pikërisht Odeoni. Presupozohet që këtu afër do të kenë qenë edhe institucionet e tjera. Këtu patjetër jemi në cep të qytetit ose në anën e qytetit, pasi 50 metra pas kamerës janë muret rrethuese. Teatri është vendosur me pamje nga pjesa veriore, të paktën skena dhe proskena mungojnë. Ne jemi vendosur në rreshtat e parë pranë orkestrës. Pak a shumë të ngjan me teatrin e Apollonis, por për nga vendodhja, teatri Apollonis është vendosur në anë të Kodrës dhe ky teatr është vendosur në anë të Kodrës. Interesant është se gurët gëlqeror janë të paprekur, mbi to janë vendosur pllakat e mermerta, ashtu se dhe pllakat e mermerta të orkestrës sot mungojnë.
Shohim stolat e parë, të cilët kanë qenë për spektatorët elit të Nikajës. Një shpinore apo jo? Po, në çdo shtëpi të Klosit, të Ekalit, ka elemente arkitektonik, kolona, kapitele, pllaka mermeri, pllaka guri. Megjithëse mermeri këtu ka qenë një element i rrallë për arsye sepse mermeri është një element që vjen nga importi dhe Klosi është larg vjosës. Sepse transporti në antikitet, transporti rrugor ishte tepër i kushtueshëm për vetë gjendjen teknike të kohës. Bëhej transporti me karro dhe me qerre, me rrugë të shtruara me kaldrëm dhe sipër me çakëll dhe me gur të imët, ndërsa transporti lumor ka qenë më i përdorur. Biles ka pas anije të veçanta që transportonin materialet e gurta, tjegullat dhe tullat dhe kanë bërë trafike në distanca të gjata që nga Greqia për në Bregdetin Ilir, Korinth, po themi, Korkyr, Apoloni. 701 vende mund të ketë mbajtur ky teatr i vogël. Jemi sot në një skaj, në një cep të Mallakastrës, që sot mund të konsiderohet zonë e thellë, por që në antikitet ka qenë një nga zonat më të shkëlqyera të tij. Teatr këtu, një teatr më i madh atje prej 7.000, 8.000 apo 9.000 vendesh në Bylis. Vetë prania një teatri të tillë, që edhe për mua është një pamje mbreslënse dhe intriguese, tregon që këtu ka pas një nivel të lartë zhvillimi. Dhe njerëzit që e kanë banuar këtë qytet kanë pasur një stad të lartë qytetarie, zhvillimi ekonomik dhe shoqëror, derisa projektuan, ndërtuan dhe zhvilluan një qytet të tillë si Bylisi. Vetë kuptohet që për nga shkalla e kulturës është niveli i lartë për kohën. Kur shohim teatr, menjëherë mendja na shkon tek letërsia e teatrit. Pra ka pasur një letërsi të teatrit, ndoshta e vetë banorëve, ndoshta e përkthyer e ardhur nga Helenët, më pas nga romakët. Por këtu besoj se janë luajtur edhe festat popullore, ceremonitë zyrtare. Elementi them se është vendas. Vërtet teatri mund të ketë lindur në Greqi, ashtu siç lindën edhe lojrat olimpike, por sot sporti nuk është më pronë e grekëve. Është dukuri e gjithë botës, sepse kjo ndodh me difuzionin kulturor. Vërtet, sipas festës së Dionisit, teatri mund të ketë lindur në Greqi ose në Athinë, por ai u zhvilluan në të gjithë botën mesdhetare dhe këtu kemi një qytet tipik i lirë. Një qytet ku përveç se dramave të kryeveprave botërore të Eskilit, Euripidit, Aristofanit, Sofokliut, ndoshta edhe të Thespisit, që është i pari apo është themeluesi i teatrit apo të Frinikut, janë luajtur edhe drama të autorëve vendas, por që fatkeqësisht e meta jone e historisë së Shqipërisë është që nga shkatrimet e kohës nuk janë ruajtur. Sot jemi këtu në këtë teatr të zbuluar nga Lazar Papajani, i cili e ka përshkruar me imtësi dhe në studimet që ka bërë mbi të dhe që i ka botuar në revistën Monumentet, ku ai thotë teatri, studimi i tij titullohet Teatri i Lirë në fshatin Klos të Mallakastrës. Këtu janë gjetur dhe dekretet për lirimin e skllëvërve dhe dekretet për dhënien e politeas qytetarisë. Si duket, siç e tham dhe pak më parë, Nikajasit e kishin të vështirë të jepnin qytetarinë, për arsye sepse vetë shkaku që ata u larguan për të zhvendosur më tej në Bylis, që ishte një emigracion ekonomik dhe shoqëror i detyruar nga Kodra, sipërfaqja e vogël e Kodrës e kufizuar për banim, e tregon më së miri këtë fakt. Ndryshe nga Bylisi, që nuk u popullua me zhvillimet që mori me banorët e Nikajës, por ishte i lirshëm për t'i dhënë qytetarinë dhe banorëve përreth për të arritur atë nivelin e popullimit, sepse kishte hapësira të lira urbane për t'u banuar. Atëre kemi të drejtë të themi për një qendër administrative të mirëfillt. Qyteti ka pasur organizimin e tij, jo vetëm administrativ, por edhe politik. Ka pas një autonomi në Koinonin Bylin. Në këtë lidhje ose bashkësi, ku rolin kryesor dhe parësor e kishte qyteti i Bylisit, i cili drejtonte të gjithë këtë Koinon,
ose këtë lidhje, këtë bashkësi të bylinjve që shtrihej përgjatë gjithë Mallakastrës. Dhe që futen në qytetet e Nikajës, pra Klosit, që kishte një autonomi të gjerë brenda si vetë statusi i qytetit nën, ku futej qyteti i Cakranit ose Ty Arkanësi antik me dy kështjellat e tij të fortifikuara, Mashkjezën dhe Gurzezën, ku futej Belishova, që dhe atë nuk e kemi identifikuar si emër, dhe ku futej edhe qyteti i Orges ose Margëlliçit dhe dy qytetat kufitare, Rabia dhe në qoftë se në Bylis e kemi parë dorën e kujdesshme të arkeologëve dhe restauratorëve, këtu qysh nga viti 1976 nuk është vënë më dorë. Është gjunaf që këta gur nuk janë vendosur që deri diku të kishim edhe një përfytyrim të zgjatimit të murit. Megjithatë, teatri ka qenë vetëm një nga objektet, Klosi ka edhe objekte të tjera, por fatkeqësia e këtij qyteti ka qenë sepse në vitin 1967, ndryshe nga Bylisi, Klosi përkrahu shtetin Ilir, Bylisi përkrahu shtetin Romak në luftën e tretë iliro-romake të viteve 168-167 para Krishtit, dhe ushtria e konsullit Paul Emili togji 70 qytete në Epir dhe në jugu, dhe një nga këta qytete ishte dhe Nikaja, që nuk e mori më veten, dhe që nga 167 dhe mëtej Nikaja u kthye në një gurore, dhe të parët që kanë marrë gurët e Nikajës kanë qenë vetë bylionët për t'i shfrytzuar këta gurë për ndërtime të tjera, sepse ishin të gatshëm. Dhe aty janë ndërprer, besoj, pikërisht gërmimet për të nxjerrë gurë në dy guroret e Bylisit, që janë në pjesën veri lindore dhe në pjesën jug lindore dhe jugore të qytetit. Përpara se ta mbyllim përsëri na u shfaq diçka që na troqi vëmendjen. Këtu kemi të veçantën e radhës, që për mua është një fenomen që nuk e kisha ndeshur më parë. Këtu kemi një mure ciklopike. Quhen mure ciklopike se mendohet në mënyrë legjendare se janë ndërtuar nga ciklopët, sepse një blok i tillë, i cili ja duket nuk është blok natyral që është punuar në shkëmb. Ja një prerje këtu, të lutem Bledi fokusoj paksa. Ja një prerje këtu dhe guri mbushës. Prerja tjetër. Prerja vertikale. Nuk mund të vendosësh këto gur me forcën e njeriu. Prandaj quhet ciklopik. Ose këtu mbase është më shumë e dukshme. Mund të kalojmë edhe këtu. Në mënyrë horizontale një prerje shumë e rregullt. Shikon sa precize. Kalojmë